Që isha Ministrit Mjedisit të Republikës Kosovës për një periudhë, edhe unë sot, kam vendosur para 2 vitesh, por sot po flas edhe si sipërmarrës, në fushën e mjedisit kam regjistruar një kompani që quhet Recycling Albania. Është një kompani, kam tentuar ta ndërtoja si një ndërmarrje sociale, por nuk ishte aq e thjeshtë, fokusin e ka social dhe mjedisor. Edhe për momentin, mbas gjatë kohës sot do kemi mundësi të diskutojmë 3 ndër projektet më interesante që kemi dhe po zhvillojmë. Një ndër këto projekte është konferenca energjisë, ku Klajdi bashkërisht me Klajdi për diasporën me Shqipërinë e Lirë e kemi realizuar. Fokusi ka qenë dilema e tranzicionit energjetik në Shqipëri. Shumë interesante dhe fakte shumë interesante kemi zgjedhur nga konferenca. Projekti i dytë më i madh i kompanisë Recycling Albania është ndërtimi i parkut të ekonomisë qarkulluese, që është i parë në Shqipëri dhe mbas informacioneve që ka më i madh në Ballkanin Perëndimor. Mund të japim më vonë detaje. Dhe projekti i tretë që është goxha interesant edhe mediatik sfumni është pastrimi i liçenit Firzës, ku aty kemi sjellë një varg që po bën pastrimin e liçenit, edhe shumë plane të tjera që kemi që mundi të diskutojmë gjatë mbas një pjesë gjatë këtij podcasti.